Në kuadër të muajit të solidaritetit në Gjakov ka pasur nisma të ndryshme për t'i ardhur në ndihmë personave në nevojë. Nismë të tillë kanë ndërmarrë edhe mësimdhënësit e shkollës Femia Gani. Sipas tyre, qëllimi ka qenë që fëmijët që në moshën të hershme të mësojnë rreth rëndësisë së solidaritetit dhe ndihmës që duhet t'i bëjnë personave në nevojë. Mësuesi Argentiana Jaka tha se synimi i këtij aktiviteti ishte që fëmijët të mësojnë vlerën e solidaritetit dhe humanizmi, janë vlera për secilin njeri. Ne si shkollë kemi vendosur shumica prej mësuesave që në bashkëpunim me prindërit, të cilët kanë qenë shumë të gatshëm të bashkëpunojnë me ne, kemi vendosur që fëmijët të sjellin disa ushqime në mënyrë që të mësojnë se solidariteti dhe humanizmi janë vlera shumë të mira për secilin prej nesh, në mënyrë që të kemi një formim sa më të mirë për fëmijët e kësaj moshe. Këtë mësim tashmë e kanë marrë e për këto po ndjejnë shumë të lumtur vetë nxënësit që kontribuan me çkado që patën mundësi. Unë kom qellë spageta për familjen që ka nevojë. Unë kam sjellë orez dhe shumë mirë me ndihmu atë familjeve që ka nevojë. Unë kom sjellë makarona dhe kam dëshirë të ndihmoj tjerët. Përveç me pak ushqimore, fëmijët patën mundësi të ndihmojnë edhe përmes pagesës për antarësim në kryqin e kuq. Unë mendoj që duhet me ndihmu të tjerët për me ndinë të barabartë dhe të ndihen shumë mirë, se duhet t'i ndihmojmë edhe ata. Këtë muaj duhet me ndihmu çdo familje. Kam pas dëshirë për me ndihmu të tjerët për më ndihen edhe ata të barabartë si na. Nga aty, ndër të tjera u tha se është ndjenje e mirë që tek fëmijët ushqehen ndjenjat e solidaritetit e përkrahjes për të gjithë njerëzit pa dallim.